Qysh në orën 9 të mëngjesit, qytetarët të Prishtinës kishin nisur të mbledheshin te Pallati i Rinisë në vendin ku në mënyrë të organizuar do të niseshin për në Tiranë për të marrë pjesë në protestën gjithkombëtare në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nisja u bë pak pas orës 10, ashtu edhe siç ishte planifikuar. Qytetarët besojnë në pafajësinë e ish-krerëve të UÇK-s dhe shfaqin shpresën se në fund do të dalin triumfues. Besoj në pafajësinë e tyre, ju padrejësia më e madhe që vizton botë aty ju kanë bë. Kjo protestë është thirrje që është drejtësi për neve, për popullin shqiptar, të gjithë popullin shqiptar. Jo vetëm Kosovë, por të gjithë popullit shqiptar, për të rishkruajnë ata që janë UÇK. Padrejësia që u bë këty në ushtrisë çlirimtare tonë atje, pse ata po shkojmë edhe na. A besoni që janë të pafajshëm? Po, të pafajshëm. Organizime të tilla ishin bërë pothuaj në të gjitha qytetet e Kosovës, ku 60 autobus u nisën drejt Tiranës. E kjo ishte atmosfera brenda autobusëve gjatë rrugës për në Tiranë. Nuk munguan as udhëtimet individuale. Makinat dhe autobuset në rrugën e Kombit që ja kishin mësyrë Tiranës ishin pothuaj të gjitha të zbukuruara me flamurin kombëtar dhe simbole të UÇK-s.